Mjegulla e dendur që ka përfshirë qarkun e Dibrës prej më shumë se 20 ditësh ka shkaktuar probleme të shumta për banorët. Sipas tyre nuk mbahet mend një situatë e tillë ku mjegullat të mos prek vetëm zonat e thella, por të pushtojë edhe qytetin e Peshkopisë. Një nga shqetësimet kryesore lidhet me shëndetin e qytetarëve, veçanërisht të personave që u vojnë nga sëmundje kronike, si dhe problemet respiratore, të cilat përballen me vështirësi të shtuara për shkak të kushteve atmosferike. Problemet serioze janë evidentuar edhe në qarkullimin rrugor. Mjegulla e dendur ul ndjeshëm shikueshmërinë, sidomos në zonat fushore, duke rritur rrezikun për aksidente. Situata bëhet edhe më problematike që të kësaj periudhe, pasi numri i mjeteve është shtuar ndjeshëm për shkak të ardhjes së emigrantëve për festat e fundvitit. Banorët apelojnë për më shumë kujdes nga drejtuesit e mjeteve dhe kërkojnë që policia rrugore të marrë masa shtesë për parandalimin e aksidenteve dhe garantimin e sigurisë në rrugë. Për sa ditësh ka që mjegulla është prezencë në 2-3 javë. Ftoft, është lagështinë ajrore, normale, kuptohet. Qish janë njerëz me probleme kardiake, respirative, kanë probleme shumë jashtëzakonisht. Ne kemi dalë më shumë për të kaluar kohën. Po unë gjë s'kemi mundësi me bë për lagështinë. Po, sipas burimve që ka marrë nga Dibranët që prej vitesh nuk mbahet mend kjo mjegull. Jo, viti parë është, nuk e mbaj mend asnjëherë. Viti parë është. Me këtë dënsi mjegullë. Si mjegulla ka zakonisht, mo dimrave ka, po kjo dënsi nuk ka qenë asnjë vit. Është shumë probleme në qarkullimin e mjeteve. Kam filluar të ardhur po gjatë çunat e ri, ato të shëjon si janë adoleshenta janë, sikur si i kimi, po policia duhet bëjë jashtëzakonisht shumë kontrolle të paraprije aksidenteve. Se ka patur dhe burim aksidente, her pas here, graba qellara në Peshkopi. Po rruga ka lagështim të madhe, sidomos terrenet ku janë terrenet pjerta, ato që vullëtën me goma verore kanë shumë problem se të nxjerr makina për rrugë. Duhet shtohen kontrollet e policisë normalisht. Si çdo sezon para festave, duhet shtohen kontrollet e policisë. Tani mjegulla e dendur ka bërë që ulje temperatura, është ngritë sa ato. Nuk ka shumë temperaturë ul, po lagështina e mjegullës është ajo që është problem. Krijon lagështinë mjegulla. Kjo sikur e përmendëm më sipër prej 20 e sa ditësh, 24 orë në stop. Po thuaj se po. Kjo fshati jonë nalt, jo, amor bregu i lumit Drin, Peshkopia, e në kjo zona këtu, ashtu është. Nisoj si në atë ditë, vetëm e dim që është ora e ditë. Vetëm e të dhëmë prej ore.